kaderi, pra besimin kaderin, caktimin Allahu subhanahu wa taala është obligim mbi secilin musliman. Pra secili musliman, secili besimtar duhet patjetër me besu në caktimin e Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sepse është shtyllë prej shtyllave të imanit. Siç ka në hadithin e minor Xhibrilit alayhis salam, kur e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çka është imani, ju ka përgjigj pejgamberi sa në fundi ka thënë en tu'mina bil qadari khairihi wa sharri. Edhe me besu në kaderin, caktimin e Allahu subhanahu wa taala, të mirin edhe të keqin. Do thotë qoftë në favor tanin që të pëlqen, qoftë edhe nëse nuk të pëlqen, duhet me besu se është caktimi i Allahu subhanahu wa taala. Kjo është e para. Çështja e dytë vëllezër që na duhet me pas parasysh është se tema që shtjellon kaderin, apo kaderin vetvete është një temë shumë e rrezikshme, shumë e gjerë dhe shumë e thellë. Por është një deti me valë të mëdhaja edhe pa brigje, është një deti i thellë, një oqean i thellë që na duhet me pas kujdes kur flasim për to. Nëse flasim për to duhet me fol me argumente të qarta si dielli. Ndryshe duhet me hesht, siç ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse vëllezër se kaderi, siç kanë thënë dietarët, është sirrullahi fi khalqihi. Është sekreti i Allahut në krijesat e tij që e ka vendosur. Pra sado që mundohesh ti mu thellun to, edhe me e kuptu prap mendja njerit çka është e mangët, edhe është e kufizuar. Mirë, po çka duhet ti duhet me besu? Sami'na wa ata'na. Dëgjuam edhe u bindëm. Sa ka dhënë nga dietarët, e më hershëm që ka thënë personi i cili zhytet në kader dhe thellohet, edhe mundohet domethënë me kuptu në atë aspekt në çdo detaj ti. Do të sikur një njeri i cili e shikon me sy diellin, sa më qartë që e sheh, aq më shumë i vërbohen çka syt, edhe i dëmton çka syt e vet. Ato do duhet me pas kujdes. E mënyra vetme e cila na shpëton nga kjo është që na me fol ashtu siç na ka mësuar feja. Që na mëson Kur'ani edhe Suneti. E kjo është ajo anija e shpëtimit, që kushdo që hyb në to shpëton. Ndërsa kushdo që mbetet mrapa, ka me kanë prej të fundosur. Ne ndim vëllezër se sa njeriu ka deviju prej fesë të Allahut subhanahu wa taala, pikrisht piknisja ka qenë kjo. Thonë dyshimet që i kanë hinë caktimin kaderin e Allahut, apo thellimi i tepërt në caktimin kaderin e Allahut subhanahu wa taala, pa ju dorëzu teksteve fetare, edhe dijes të Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, nasi musliman pra kur të hyjmë këtë temë, kur flasim këtë temë, duhet me pas kujdes të madh, duhet me pas maturi të madhe, edhe me fol në kufin, kornizat e sheriatit, kornizat e fesë. Pastaj çdo gjë që e shohim që po del jashtë këtyre kornizave të fesë, na çka heshtim. Nuk flasim. E për këtë kemi argument hadithin që transmeton Tabarani, edhe të tjerë, dietarët janë librat e tyre me zinxhir hasan, siç do të Ibn Hajeri rahimahullah, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë wa idha dhukira al-qadaru fa amsiku. Kur të përmendet kaderi, përmbahuni nga të foluri. Mos i lëshoni domun çka gjuhat e juaja. Çfarë është qëllimi dhe kuptimi i këtij hadithi? Kuptimi është që kur njerëzit futen edhe në kader, edhe flasin në kader, pa argumente të qarta nga feja Allahu subhanahu wa taala, duke i tejkaluar ato kornizat e Kur'anit edhe Sunetit, atëherë është obligim për ty që ti me hesh. Edhe mu përmbajt mos me fol. Duhet mu ndal, por është obligim. Edhe mos me hy, mos mu thellu në gjana tilla. E në veçanti gjërat që kanë bëjnë me atë se cila është urtësia e Allahut në filon ngjarjen që ka ndodhur. Cila është arsyeja, cila është urtësia, që kanë marak njerëzit mon me hije mu thellu në gjana tilla. Kuptohet nëse skemi do të argument nga Kur'ani edhe nga Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ktu kur të vim këtë pikë vëllezër duhet me hesht edhe duhet me përmbajt veten. Pse se nëse thellohemi, atëherë patjetër kemi me devijim. Patjetër kemi me lajthit. Edhe patjetër kemi me fol për Allahun pa dije. Patjetër kemi rrshit. Siç ka thënë janë prej dietarëve, në fond poezisë, thotë wa aslu dalalati al-khalqi min kulli firqatin, thotë origjina, themeli devijimit krijesave, njerëzve do thotë për secilit grupacion, thotë huwa al-khawdu fi fi'li al-ilahi bi'illatin. Ërsa ata ju thellu tu mundu me kuptu se çka është për shembull urtësia apo arsyeja pse Allah e ka bënë veprim çka të caktuar. Sa do të kemi thënë se janë dy pyetje që ti nuk bën me i bë. Kejf si me thënë për cilësitë e Allahut,
edhe lime pse për kaderin Allah subhanahu wa taala. Këto dy gjana janë që duhet mi ambyll vetit rrugët edhe dyrt lidhur me këto dy.